Drafti amnistisë penale i prezantuar me buj nga qeveria dhe ish-ministri i drejtësisë Besfort Lamallari duket se ka hasur në një pengesë të fortë nga Bashkimi Evropian, edhe pse ishte planifikuar të kalonte në parlament gjatë këtij muaji. Raportimet tregojnë se procesi është hyrë në pritje të një përgjigje nga Brukseli. Në mungesë të miratimit nga Bashkimi Evropian, drafti rrezikon të mos miratohet fare, duke rrëzuar kështu narrativën optimiste të qeverisë. Projekt ligji për amnistim parashikon një ndikim të gjerë në sistemin penal. 447 të burgosur do të përfitonin lirim ose ulje dënimi, ndërsa 853 të tjerë do të përfitonin reduktime të mëtejshme. Po ashtu rreth 5077 persona në shërbimin e provës do të amnistoheshin nga masat alternative. Një tjetër element i rëndësishëm është ndërprerja e ndjekjes penale për rreth 14000 procedime për vepra të lehta, duke filluar nga viti 2024. Kjo nuk është hera e parë që qeveria përballet me ndërhyrje apo bllokim nga Bashkimi Evropian. Një situatë e ngjashme ka ndodhur edhe me projektin e ashtu quajtur paqja fiskale. Ministri i Financave Petrit Malaj konfirmoi se të gjitha aktet nënligjore janë përgatitur, por zbatimi është pezulluar për shkak të konsultimeve me partnerët ndërkombëtar. Ligji për paqen fiskale parashikon fshirjen e detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit 2014, me përjashtim të kontributeve të sigurimeve shoqërore. Në total bëhet fjalë për rreth 2 miliardë euro detyrime, ku rreth 1 miliard euro do të fshiheshin plotësisht për borxhet më të vjetra se 10 vite. Për periudhën 2015-2024, që kap vlerën e 84.4 miliard lekëve, ofrohen lehtësime deri në 50% nëse pagesa kryhet brenda qershorit 2026, ose 25% nëse shlyerja bëhet me koste deri në fund të atij viti. Në të dyja rastet, gjobat dhe kamatvonesat do të anulloheshin. Në thelb, këto zhvillime tregojnë një realitet të ri politik dhe institucional. Me avancimin e procesit të integrimit evropian, vendimarrja e brendshme po kalon gjithnjë më shumë në një filtr ndërkombëtar. Qeveria shqiptare nuk mund të ndërmarrë më iniciativa të mëdha ligjore pa marrë më parë dakordsinë e Brukselit, çka reflekton ndikimin e drejtë për drejtë të Bashkimit Evropian në politikat e brendshme të vendit.